Në vitin 334 para Krishtit, Aleksandri, mbreti i Maqedonisë, filloi një nga fushatat më të mëdha ushtarake në histori, kundër superfuqisë epokës perandorisë persiane. Vetëm 20 vjeç, udhëheqja e tij e shkëlqyer dhe pa trembur e fitoi atë betejë pas beteje. Dhe në një fushat manicë 10 vjeçare që e çoi atë në skajin e botës së njohur, ai krijoi një nga perandorit më të mëdha të njohura ndonjëherë. Pak njerëz kanë pasur një ndikim kaq masiv në rrjedhën e historisë. Për persian, ai ishte Aleksandri i mallkuar, por në perëndim ai u përjetësua si Aleksandri i Madh, Greqia e lashte. Rreth vitit 505, kjo tokë e thyrë ishte skena e zhvillimeve të jashtëzakonshme në art, filozofi dhe luftë. Dy qytetet e saj më të mëdha ishin Athina, një fuqi detare ku lulëzuan demokracia, arti, drama dhe filozofia, dhe Sparta, një shoqëri e ashpër militariste e famshme për ushtrinë e saj të frikshme. Në vitin 480 para Krishtit, këto dy qytete kishin bashkuar forcat për të luftuar një pushtim nga perandoria e fuqishme persiane. Në kalimin e ngushtë të Mopylae, një forcë e vogël greke e udhëhequr nga 300 spartan mbajti ushtrinë e madhe persiane për 3 ditë, përpara se rrethoheshin dhe vriteshin përfundimisht. Pastaj, në ngushticat e Salaminës, flota greke mundi marinën persiane, por ata nuk mundën të pengonin persianët të dilin temput e shenjtë të Akropolit Athinas. Vitin tjetër në plataja greke fituan një betejë vendimtare toksore kundër persianëve dhe i detyruan ata të braktisnin pushtimin e tyre. 50 vitet e ardhshme ishin epoka e art e Greqisë klasike. Por rritja e tensionit midis Athinës dhe Spartës dhe aleatëve të tyre përfundimisht çoi në luftë, duke tërhequr botën greke në dekada luftime shkatëruese. Luftërat midis shteteve greke vazhduan për gati një shekull, duke i lënë ata të raskapitur dhe të pambrojtur ndaj një fuqie të re në rritje në veri. Për shekuj me radhë, grekët e sofistikuar e kishin parë mbretërinë malore të Maqedonisë si një ujëra të mbrapsht, Hiksville, mezi Greqish fare. Por në mbretin Filipi, Maqedonia u shfaq si një forcë e frikshme ushtarake. Reforma e tij më e famshme, futja e Sarisës, një pikë 18 këmbësh, dyfishi i gjatësisë së një shtize normale greke dhe e përdorur nga këmësoria stërvitur në një formacion të ngushtë i njohur si falang. Në vitin 338 para Krishtit, në betejën e Kerones, ushtria e Filipit shtypi forcat e përbashkëta të Tebës dhe Afinës. Nëpërmjet aleancës dhe pushtimit, Filipi kishte fituar tashmë kontrollin mbi shumicën e fqinjve të tij. Tani, pas kësaj fitore, ai bashkoi të gjithë Greqinë në një aleancë të njohur si Lidhja Helenike, ose Lidhja e Korintit, me Filipin si hegemon ose komandant suprem. Vetëm Sparta qëndroi më njanë. Filipi filloi të planifikonte një fushat të madhe, një luftë panhelenike ose krye greke kundër perandorisë persiane. Armiku i tyre i vjetër ishte tani një superfuqi e sëmur, pasuritë e saj të mëdha të pjekura për t'u marrë. Por në prag të nisjes së luftës së tij, Filipi u vra nga trupreja e tij, viktimë e rivaliteteve brutale gjyqësore të Maqedonisë. Ai u pasua nga djali i tij 20 vjeçar Aleksandri, i shkëlqyer, i shqetësuar, i mësuar nga filozofi i madh Aristoteli dhe tashmë një komandant ushtarak me përvojë. Aleksandri trashëgoi plane madhështore të Atit për të pushtuar Persinë, por fillimisht ju deshte të siguronte pozitën e tij si mbret. Në shtëpi, ai ekzekutoi rivalet e mundshëm dhe më pas shtypi rebelimet në Iliri, Tesali dhe Greqinë qendrore. Ai bëri një shembull të veçantë të Tebës, duke shkatëruar plotësisht qytetin antik dhe duke i shitur njerëzit e tij në skllavëri. Në pranverën e vitit 334 para Krishtit, tashmë gati për të nisur luftën e tij kundër perandorisë persiane, Aleksandri udhëhoqi ushtrinë e tij për të Hellespontit në Azinë e vogël. Ishte fillimi një prej fushatave ushtarake më të mëdha në histori. Ushtria e Aleksandrit ishte rreth 20,000 veta e tërhequr nga të gjitha anët e Greqisë. Këmësoria komandoi nga generali Vetera Macedonas Parmenion. Në radhën e parë, 9.000 falangit Macedonas të armatosur me sarisën 18 këmbë. Këta ishin ushtar profesionist të stërvitur dhe të shpuar mirë, të formuar për betejë në falangin 16 grada të thella. Ky formacion i mbushur paraqiste një më të fortë me maj shtize, hekuri dhe ishte praktikisht i pandalshëm, por ishte gjithashtu e vështirë për të manovruar dhe shumë e ndjeshme ndaj sulmeve në krahët e saj ose në pjesën e pasme. Pra, 3.000 këmësor elit hipaspis ose mburojën mbajtës të armatosur me shtiza më të shkurtra ruanin krahët e saj. Ata komandoheshin nga djali i Parmenionit, Nikanori. Linja e dyre ushtrisë Aleksandrit përbën nga 7.000 aleat grek dhe 5.000 mercenar të armatosur si hoplit. Ata e morën emrin e tyre nga hoploni, mburoja e tyre e madhe e rumbullak dhe mbanin shtiza më të shkurtra 8 këmbësh.
Një falang hoprit dhe nuk ishte aq efektive sa falangire Macedonas, por gjithsesi armatosur mirë dhe blinduar rënë për atë kohë. Agrianët ishin përleshit elitë të ushtrisë, gjuajtës ekspertizës në ajo që tani është Bugaria Jugore. Sulmues të tjerë nga Thraka dhe Iliria ishin të armatosur me shtiza, hobe dhe harshe. Trupat rëndite të ushtrisë së Aleksandrit ishin kalorësia shoqëruese, 1800 kalorës elitë armatosur me shtizë dhe shpatë, të komanduar nga Filotasi, një tjetër bir Parmenionit. Aleksandri drejtoi personalisht skuadrën mbretërore. Kishte gjithashtu 1800 kalorës nga Tesalia, të komanduar nga Kallas, 600 nga pjesë të tjera të Greqisë, të udhëhequr nga Rhegius dhe 900 skaut të hipur nga Thraka dhe Paionia në Kassandrin. Perandoria e madhe persiane ishte ndarë në provinca të quajtura satrapi. Çdo satrapi drejtohej nga një guvernator ose satrap. Ata nazinë e vogël të kërcënuar tani nga pushtimi i Aleksandrit u mblodhën për të diskutuar strategjinë. Memnoni i Rodos, një general i grek në shërbimin pers, i nxiti ata të shmanin betejë me Aleksandrin. Në vend të kësaj, ai këshilloi ata të përdorin një strategji të tokës së djegur, të dilnin fshatra dhe të mbjella dhe të tërhiqeshin në brendësi. Ushtria e Aleksandrit premtoi ai do të vdiste shpejt nga uria. Ishte një këshill e mirë. Por satrapët nuk ishin të gatshëm të shkatëronin provincat e tyre pa luftë. Kështu ata vendosën të përballeshin me ushtrinë e Aleksandrit në lumin granik. Ushtria persiane u formua pas lumit, i cili ishte i cekët, por 60 këmbë i gjerë me brigje të pjerta. Vija e tyre përparme ishte një mukalorësie, rreth 10.000 kalorës nga Egjipt perandoria, Mede dhe Irkan nga Irani modern, Baktrian nga Afganistani dhe Paflagonian nga bregu i delit të zi të Turqisë. Pas në rezervë ishin këmbësoria, disa mira mercenar grek, një pamje e zakonshme në ushtri persiane në këtë kohë. Këta njerëz luftuan për arin persian dhe ishin të armatosur me mburojën e rumbullakët dhe shtizën e shkurtër të hoplitëve. Persianët mund të kenë qenë të pasigurt nëse mund të besonin këtyre njerëzve në luftimin kundër grekëve të tjerë, dhe kështu i vendosën në pjesën e pasme. Aleksandri, i vendosur për të sulmuar dhe shkatëruar të forcë persiane përpara se të tërhiqej, vrapoi drejt granikut me trupat e tij më të mira. Në krahun e tij të majt, ai vendosi kalorësit tesalian, grek dhe trak në komandën e Parmenionit. Në qendër ishin shtizat e grumbulluara të falangës, 6 divizionet e saj të komanduara nga Perdikas, Koinos, Amyntas, Filip, Meleager dhe Krateros. Në djathtë vetë Aleksandri me kalorësinë shoqëruese nën Filotas, si dhe i paspiselit, shtizat Agrianes dhe Harktard. Aleksandri me 13.000 këmbësor dhe 5.000 kalorës gjithsej, ndoshta ishte pak më i madh në numër, por duke injoruar këshillën për të pritur deri në agim për të kaluar lumin, ai udhëroi një sulm të menjëhershëm. Ai dërgoi një skuadron kalorësie shoqëruese për të kaluar lumin, e ndjekur nga një regjiment hipaspises dhe kalorësia e lehtë paioniane. Aleksandri, duke u bërë thirrje njerëzve të tij të tregonin guximin e tyre, më pas ulloqi krahun e tij të gjatë përtej lumit. Ndërsa arritën në mes të lumit, grekët ranë në një breshër shtizash, shigjetash nga vija persiane. Ata që arritën në bregun e largët u sulmuan menjëherë nga kalorësia persiane. Aleksandri ishte në mes të luftimeve. Ai sulmoi aty ku ishte vendosur e gjithë masa e kalorësisë dhe krerët të tyre. Rreth tij shpërtheu një konflikt i dëshpëruar. Kuajt u bllokuan kundër kuajve dhe njerëzit kundër burrave. Maqedonasë përpiqeshin të largonin persianët nga bregu i lumit. Persianët ishin të vendosur të pengonin ata të kalonin dhe të shtynin përsëri në lum. Sulmi i Aleksandrit duke i pamatur, por ai po blente kohë që pjesa tjetër e ushtrisë së tij të kalonte lumin, duke përfshirë falangën e parezistueshme maqedonase. Pastaj befas Aleksandri po luftonte për jetën e tij, i akuzuar nga 2 fisnik persian. Roizaksi u afrua Aleksandrit dhe goditi në kokë me shpatë, duke u shpurur një pjesë të helmetës së tij. Por helmeta e u forcën e goditis dhe Aleksandri e goditi me shtizën e tij. Pastaj nga pas Spiridates ngriti shpatën e tij kundër mbretit, por Kletusi i zi, i biri Dropidas, e priti goditin e tij, i goditi krahun dhe e preu atë shpatën dhe gjithçka. Tani ushtria greke ishte për te lumit dhe kalorësia persiane përballej me një mur me shtiza maqedonase. Shumica u kthyen dhe ikin. Shpejtësia dhe tronditja e sulmit të Aleksandrit nënkuptonin se mercenar grek të Persisë nuk kishin pasur as kohë të bashkoheshin në betejë. Aleksandri në një tërbim gjaku, ose ndoshta duke konsideruar këta grek si tratar, i injoroi thirrjet e tyre për mëshirë. Mercenarët u rrethuan nga të gjitha anët dhe u masakruan. Aleksandri kishte fituar një fitore të madhe.
Azia e vogël tani shtrihej në mëshirën e tij. Por perandoria persiane ishte ende një vend me pasuri dhe fuqi të pamas. Tashmë ajo po mobilizonte burimet e saj të mëdha për të përballur me të. Nëse Aleksandri do ta pushtonte perandorit dhe do të zinte vendin e tij në histori, ai më pas do të duhet të përballej me Darën, mbretin e mbretërve vet. Në vitin 334 para Krishtit, Aleksandri, mbreti 21 vjeçar i Maqedonisë, udhëhoqi një koalicion greksh, forcat kundër fuqisë më të madhe të epokës perandorisë persiane. Ai udhëhoqi një ushtri veteranësh të aftë, në zemër të saj burra të falangës maqedonase, të armatosur me temlit Këmsarisa dhe kalorës elite kalorësisë së tij shoqëruese. Së bashku në betejën e lumit Granicus, ata kishin fituar një fitore të parë vendimtare mbi ushtrinë persiane. Tani, ndërsa Aleksandri u afrua Sardës, kryeqytetit të provincës persiane të Lidias, komandanti i saj u dorëzua pa luftë. Por, përpara se Aleksandri të mund të përparonte më tej, atij duhet të neutralizonte fuqinë detare persiane. Persia kishte një flotë të fuqishme me baza detare të mëdha me zdeut lindor që potencialisht mund të shkurtonte linjat e tij të komunikimit me Greqinë. Në vend që të sfidonte persianë në det, Aleksandri vendosi të sulmonte bazat e tyre më të afërta, qytetet bregdetare greke të Miletit dhe Halikarnasit. Të dy bën rezistencë të vendosur, por u kapën nga dimri. Pranverën e ardhshme të vitit 333 para Krishtit, Aleksandri vazhdoi përparimin e tij në Liki dhe Frigji. Në Gordium, atij u shfaq nyja gordiane legjendare, një profeci thosë se kushdo që mund ta zgjidhte do të sundonte të gjithë Azinë. Aleksandri thjesht mori shpatën e tij dhe e preu atë në gjysmë. Ndërkohë Memnoni i Rodos, një general i aftë grek në shërbimin pers, udhëhoqi anije luftarake persiane në Egj dhe pushtoi ishit e Kios dhe Lesbos. Por pas vdekjes së papritur të Memnonit nga sëmundja, ofensiva u braktis. Kishin kaluar 13 muaj që ku ushtria e Aleksandrit kaloi Hellespontin dhe pushtoi perandorinë persiane. Tani Aleksandri udhëhoqi njerëzit e tij në Kiliki dhe shpejt ishte gati të kalonte malet në Siri. Por më pas ushtria kryesore persiane e udhëhequr nga vendmbreti Dari, doli pas ushtrisë greke në veri. Dari ishte i vendosur të kapte dhe shkatëronte ushtrinë e Aleksandrit, të cilën ai e kaloi pothuajse 2-1. Kështu ai bllokoi rrugën e vetme të shpëtimit të Aleksandrit, duke e zhvendosur ushtrinë e tij në fushën bregdetare pranë Isusit. Vetëm 6 milje e gjerë nga mali në det. Fusha e ngushtë e betejës do ta detyronte Aleksandrin të luftonte, por gjithashtu e pengoi Darën të shfrytëzonte avantazhin e tij të madh numerik. Ushtria e tij, sipas disa vlerësimeve, ishte deri në 100.000 e fortë dhe përmbante disa nga ushtarët më të mirë në perandorinë e tij të madhe, duke përfshirë 10.000 nga trupat e tij shtëpiake, të njohur si të pavdekshmit. Kalorësia e tij më mirë u grumbullua në të gjatën e tij drejt detit, ku toka ishte më mirë për kuajt. Këmbësoria e tij më mirë, hopli mercenarët grek, formuan qendrën. Këmbësoria persiane formoi krahun e tij të majt. Aleksandri vendosi ushtrinë e tij për betejë, duke besuar edhe një herë krahun e tij të majt më afër detit Parmenionit me kalorësinë dhe këmbësorinë greke. Në qendër si gjithmonë ishte falanga maqedonase. Aleksandri pozicionoi veten dhe trupat e tij më të mira në krahun e djathtë, drejt shpatëve malore, shtizat e elitës së tij agriane, harktarët e tij dhe pas tyre hipaspisët dhe kalorësia shoqëruese. Kur Aleksandri pa forcën e kalorësisë persiane përballë Parmenionin në të majt, ai u zhvendos përgjatë kalorësisë së tij të sale për ta përforcuar. Pavarësisht nga numri i tij dërmues, Darius mbajti pozicionin e tij pas një lumi të vogël Pinarus dhe priti që Aleksandri të sulmonte. Nuk ju desh të priste gjatë. Aleksandri u thiri njerëzve të tij, duke i nxitur ata të luftonin me guxim, duke zgjedhur disa me emër. Pastaj në krye të krahut të gjatë të ushtrisë së tij, ai u ngarkua. Edhe një herë shpejtësia dhe tronditja për parimit Maqedonas e ktheu armikun të tërhiqej. Por në qendër të fushë betejës, falanga maqedonase ishte në telashe. Në përpjekjen e saj për të vazhduar me Aleksandrin, formimi i saj ishte bërë i çrregullt. Tani në luftimet të ashpra me mercenarët grek të Darë, falanga po tërhiqej dalë nga dalë. Aleksandri, duke parë rrezikun, u rigrupua dhe u udhëhoqi sahabët në një sulm me kokë drejt e në qendër të Persisë. Mercenarët grek të kërcënuar në krahun e tyre u gjendën shpejt në rëmuj dhe falanga maqedonase ishte në gjendje të rifillonte përparimin e saj. Aleksandri luftoi në rrugën e tij drejt mbretit të madh, vet Darit. Në vend që të përballej me këtë mbret Maqedonas në duke të çmendur dhe të patrembur, Dari u iku nga fusha e betejës me qerën e tij mbretërore.
Ndërkohë krau I maj Macedonas në Parmenionin ishte në një luftë të dëshpëruar kundër më të mirëve të kalorësisë persiane. Nëse persianë mund të depërtonin këtu, ata mund të mbështillnin ushtrinë e Aleksandrit dhe të rëmbenin fitore nga nofullat e disfatës. Por Parmenioni dhe trupat e tij luftuan me këmbëngulje dhe vazhduan t'i mbanin persët në gji. Ndërsa lajmi se Dari kishte ikur përhap midis trupave të tij, ata e braktisën luftën dhe u përpoqën dhe shpëtonin veten. Betejë u kthye në një masakër. Ptolemeu, një nga komandantë Maqedonës, I tha Aleksandrit se kishte kaq shumë të vdekur persian, sa njerëzit e tij I kishin përdorur për të mbushur një luginë e thellë në mënyrë që të kalonin mbi të. Betejë e Isusit ishte një fitore mahnice për Aleksandrin. Dhe në mesin e plaçës së fitores ishin gruaja, nëna dhe 3 fëmijët e Darit, të gjithë të marrë të gjallë dhe të trajtuar mirë nga Aleksandri. Me ushtrinë fushore persiane në tërheqje, Aleksandri tani u drejtua në nështrimet e territoreve perëndimore të perandorisë persiane. Vitin tjetër, 332, qytetet bregdetare të Fenikisë ju nënshtruan Aleksandrit, duke I dhënë fund fuqisë detare persiane në Mesdhe. Por ishulli qyteti I Tirit rezistoi. Mbrojtësit e Tirit luftuan me guxim dhe mjeshtri edhe kur Aleksandri filloi të ndërtonte një rrugë për në ishull të mbrojtur nga 2 kulla gjigante rrethimi, të cilat ata e kundërsulmuan me anije zjarri. Por pas 7 muajsh, muret e qytetit u thyen dhe Tiri ra. Shumica e qytetarëve të saj u vranë ose u skllavëruan. Edhe Gaza u pushtua nga rrethimi. Aleksandri vazhdoi në Pelusium në deltën e Nilit, ku guvernatori Persi Egjiptit ja dorëzoi Aleksandrit të gjithë provincën së bashku me thesarin mbretëror. Në Memphis, priftërinë e kësaj toke të lashtë mirëpritin Aleksandrin si qiruesin e tyre nga sundimi pers, dhe kurorzuan atë me faraon. Në grykderjen e Nilit, ai themeloi një qytet të ri, Aleksandrin, më pas udhtoi për në orakullin e shëtirës së Siaut, ku, sipas disa arfimeve, priftërinë e mirëpritin si birin e Amunit, mbretit të perëndive. Aleksandri u kthye në lindje në Tiro, ku në vitin 331 pës, ai mori lajme për telashën e shtëpi. Pavarësisht fitorëve të tij të mëdhambi persian, shumë grek e konsideronin Aleksandrin si një tiran. Mbreti Agiz I Spartës, me mbështetjen persiane, filloi një revoltë kundër Maqedonisë. Antipatri, komandanti I Aleksandrit në Greqi, tashmë po merri me rebelimin në Traki, por ai marshoi shpejt në jug dhe takoi Agizin në betejë pranë qytetit të Megalopolis. Madje edhe spartanë legjendar tani nuk mund të krahasoheshin me fuqinë ushtarake maqedonase. Ushtria spartane u shtyp. Vetë mbreti Agiz ishte në mesin e të rënëve. Me bazën e tij në Greqi të sigurt edhe një herë, Aleksandri përparoi drejt trojave persiane, duke kërkuar një përballje përfundimtare me Darin. Ai mori një letër nga mbreti Pers, ku I ofronte një pasuri në ar, vajzën e tij në martesë dhe gjysmën e perandorisë së tij në këmbim të paqes. Por fitorët manisë të Aleksandrit, të gjitha orakullit dhe brohoritje, e kishin bindur tashmë se fali I tij ishte të sundonte botën. Ai e holli pos ofertën e mbretit, pers ai nuk donte gjysmën e perandorisë, po vinte ta merrte të gjitha. Në vitin 334 para Krishtit, Aleksandri, sundimtari 21 vjeçar I mbretërisë së vogël greke të Maqedonisë, udhëhoqi një pushtim të perandorisë së madhe persiane. Duke I shanse e pamundur, por fal dominimit ushtarak grek dhe udhëheqjes së patrembut të Aleksandrit, ai fitoi 2 beteja të mëdha kundër persëve në lumin Granik dhe në Isus. Pasi kishte nënshtruar tokat persiane në perëndim të lumit Eufra, ai tani u nis drejt lindjes në zemrat e perandorisë, duke kërkuar një përballje përfundimtare me mbretin persian Darius. Duke marrë lajmin se një ushtri e madhe persiane e udhëhequr nga Darius ishte mbledhur në Gaugamela, afër Mosulit modern në Irak, ai u nis drejt për të. Ky ishte shansi I fundit I Darit për të ndaluar Aleksandrin dhe shansi I Aleksandrit për të goditur fuqinë persiane një herë për gjithmonë. Dariu kishte zgjedhur të luftonte në terren e hapur, ku avantazhi I tij në numër do të ishte më I dukshëm. Ushtarët e tij gjithashtu kishin punuar shumë për të pastruar dhe rrafshuar terrenin, për ta bërë atë të përshtatshëm për çerdhje e luftës persiane. Sipas vlerësimeve moderne, ushtria persiane ishte midis 50-80.000 trupash dhe përbërë nga kontingjente nga e gjithë perandoria, Këmbësoria nga Siria dhe Babilonia, kalorësia në Armenia, India dhe Azia Qendrore, deri në 200 qerë të Kosës. Madje një grusht elefantësh lufte. Ushtria e Aleksandrit ishte më e vogël dhe mund të ketë qenë më e madhe se 2-1. Ai vendosi njësitë e tij në formacionin e tyre të zakonshëm. Në krahun e majt, kalorësia trake dhe thesaliane e komanduar nga Parmenioni. Në qendër, veteran Maqedonas të falangës, secili të armatosur me pikun e tyre Sarisa prej 18 këmbësh.
Në krahun e djathtë, Aleksandri me kalorësinë e tij elitare, sahabët dhe këmsurisë së tij më të mirë i paspis. Këto ishin njësinë në të cilat Aleksandri planifikoi të niste sulmin e tij kryesor. Hoplitë grek formuan një linjë të dy dhe mbështetën në dy krahet, të cilët ishin të kthyer prapa për të mbrojtur nga rrethimi nga persianët. Betejë filloi kur Aleksandri drejtoi krahun e tij në të djathtë, një lëvizje që i befasoi persianët. A mund të përpiqet vërtet Aleksandri të rrethojë ushtrinë e tyre të madhe? Persianët pasqyruan lëvizjen e tij, duke larguar trupa nga qendra e tyre për të kapërcyer Aleksandrin dhe për të penguar atë të largohej nga zona që kishin pastruar për qeret persiane. Por manovra e pazakone e Aleksandrit ishte një kurth për të joshur persët që të dobësonin qendrën e tyre. Kur e pa që kishte funksionuar, udhëroi kalorësinë e tij greke të sulmonte për të mbajtur persët të fiksuar në pozicion. Një betejë gjigande kalorësie u zhvillua në krahun e djathtë. Ndërkohë Dari, duke e gjykuar si momentin vendimtar, lëshoi qerët e tij, por ekspertët e shtizës agrianes nxorën kuaj dhe ekuipazhet, ndërsa këmbësoria greke hapi kursit, duke i lejuar qerët të kalonin padëmshëm. Tani Aleksandri udhëhoqi kalorësinë e tij shoqëruese dhe pjesë të falangës maqedonase në një sulm me kokë drejt në qendrën e dobësuar persiane, duke luftuar drejt vetë Darit. Egërsia e papritur e sulmit të Aleksandrit i furi persianët në panik. Qendra e ushtrisë u shpërtheu dhe vrapoi dhe mbreti Darius udhëhiqte rrugën. Por krahu i majtë i Aleksandrit ishte në telashe serioze. Parmenioni, duke u përballur me një sulm të madh nga kalorësia persiane, ishte praktikisht i rrethuar. Kalorës indianë dhe skilmadje kishin kaluar nëpër një boshut në vijën greke, por në vend që të sulmonin dhe të sulmonin grekët nga pas, ata vazhdoi drejt për së drejti për të plaçkitur kampin e tyre. Parmenioni i dërgoi një thirrje të dëshpëruar Aleksandrit për ndihmë. Mbreti braktisë ndjekjen e Darit, u rigrupua dhe sulmoi krahun e djathtë për si lufta më e vështirë dhe më e përgjakshme e betejës, duke marrë jetën e 60 shokët të Aleksandrit. Më në fund, ndërsa lajmi për ikjen e Darit u përhap në përfushën e betejës, kalorësët e fundit persian u kthyen dhe ikën. Beteja e Gaugameles ishte një fitore manice dhe plot për Aleksandrin. Sipas burimeve të lashta, ai humbi vetëm disa qindra burra, ndërsa persianët humbën mijëra. Aleksandri e kishte shpartalluar ushtrinë e madhe të Darit, dhe tani rruga për në Babiloni, kryeqyteti kryesor perandorisë, ishte hapur. Mbreti Maqedonas hyri në qytetin e madh me triumf, i njohur nga zyrtar persian si sulmtar i ri i ligjshëm i saj. Kështu edhe në qytetin e Suzës, ku Aleksandri u në mënyrë ceremoniale në fronin mbretëror të Persisë. Në malet e Zagrosit, në një kalim të njohur si Porta Persiane, një forcë e guximshme persiane mbajti ushtrinë e Aleksandrit për një muaj. Grekët përfundimisht gjetën një shteg malor që anashkaloi pozicionin e tyre, duke i lejuar ata të rrethonin dhe fshinin mbrojtësit. Në fillim të vitit 330 para Krishtit, Aleksandri arriti në Persepolis, kryeqyteti ceremonial i perandorisë. Aleksandri donte shfaqej si qyrimtar para persëve, si pasardhës legjitimi mbretit Darius, por tani ai urdhëroi që Persepolis të plaçkitej dhe të digjej, ndëshkim për pushtimin persian të Greqisë dhe djegjen e tempullit të shenjtë të Athines në 480 para Krishtit. Aleksandri tani u nis drejtëriu për në Media, ku Darius ishte strehuar në qytetin mbretëror të Batanës. Aleksandri ishte i vendosur të kapte Darin, por mbreti i ratisur iku në lindje me shpresën për të ngritur një ushtri të re në provincat e Parthia, Bastria dhe Sogdia. Nuk duhet të ishte. Ndërsa Aleksandri u mbyll, mbreti persuvran nga një prej guvernatorëve të tij, Bessus, i cili më pas e shpalli veten sulmtari i ri perandorisë. Aleksandri dha urdhër që Dari të varrosin në varr mbretërore të Persepolis së bashku me paraardhësit e tij. Pastaj ai ndaloi për të organizuar perandorinë e tij të madhe të re. Aleksandri caktoi në mbretër për të sunduar provincat në emër të tij, duke mbajtur disa persian të cilët ishin betuar për besnikëri në postet e tyre. Ai gjithashtu lejoi trupa greke që dëshironin të ktheheshin në shtëpi. Pastaj ai rifilloi marshimin e tij drejt lindjes. Qëllimi i tij të gjejë dhe të vriste uzurpatorin Bessus, të nënshtrojë provincat lindore të perandorisë dhe të arrijë në skajin e largët të botës. Në vitin 330 para Krishtit, Aleksandri vazhdoi marshimin e tij drejt lindjes. Qëllimi i tij të gjente dhe të vriste Bessusin, një uzurpator pers që pretendonte të ishte mbreti i ligjshëm dhe të nënshtronte provincat lindore të perandorisë. Aleksandri u nis fillimisht për në Aria, sot pjesë e Afganistanit, ku guvernatori Persati Barzanes kishte nisur një revoltë. Pasi fillimisht pretendoi se i nënshtroi Aleksandrit. Rebelimi u shtyp të Sati Barzanes u vra në një betejë të vetme nga një oficer grek i kalorësisë. Aty pranë,
Aleksandri themeloi qytetin e Aleksandrisë. Ariana, Heratin modern, një nga rreth një duzinë qyteteve që Aleksandri do të gjente përfundimisht, pothuajse të gjithë që mbanin emrin e tij. Aleksandri marshoi për në Prada. Gjykata maqedonase kishin një traditë të gjatë komplotesh dhe vrasjesh. 6 vjet më parë, babai Aleksandr, mbreti Filip, ishte vrarë nga truproja e tij. Ai u informua tani se pilotës, komandanti i kalorësisë së tij shoqëruese, kishte zbuluar një komplot për të vrarë Aleksandrin, por e mbajti të fshehtë. Filota, si dhe babai i tij, Parmenion, ishin ndër komandantët më të respektuar të Aleksandr dhe kishin luajtur role vendimtare në të gjitha fitoret e tij të mëdha. Por kur Filota rrfeu në tortura, Aleksandri udhëroi ekzekutimin e tij. Më pas dërgoi vrasës përsëri në Batana, ku Parmenioni ishte guvernator, për ta vrarë para se të merrte vesh për vdekjen e djalit të tij dhe të kishte një shans të kthehej kundër Aleksandrit. Në 329, Aleksandri rifilloi ndjekjen e Bejsit. Gjatë rrugës, ai themeloi qytetin e Aleksandrisë, Araçosia, Kandahar modern në Afganistanin jugor. Kur arriti në Kunduz, Besu u tratua nga njerëzit e tij dhe u dorëzua me zinxhir. Aleksandri dërgoi përsëri në Persi për ekzekutim si një mbret vrasës. Aleksandri vazhdoi në Tajikistanin modern, ku Sogdianët u ngritën kundër tij. Ati ju deshë luftonte sulmet nga fiset lokale dhe të merrte disa qytete me sulm. Në brigjet e lumit i Axartës, ai themeloi qytetin Alexandria, share që do të thotë Aleksandri më i largët, i quajtur kështu sepse ai më në fund kishte arritur kufirin e perandorisë persiane. Ky kufi bastisi shpesh nga nomadët, të njohur nga grekët si skita. Aleksandri joshi ata në një betejë vendimtare pranë një Axartës. Rezultati ishte një fitore dërmuese për mbretin Maqedonës që i dha fund bastisjeve. Por luftime kundër fisëve Bastrian dhe Sogdian vazhduan, duke frustruar Aleksandrin dhe duke e lidhur atë në një luftë të vështirë, guerile. Deri tani, shumë nga trupat maqedonase ishin të pakënaqur me Aleksandrin. Shumica nuk e kishin parë shtëpitë e tyre në vite, por mbreti i tyre duke i vendosur për të pushtuar pafund. Ajo që ishte më e keqja, ai kishte filluar të adoptonte ritual dhe veshjet e armikut të tyre të mposur persian, zakone që ata e shihnin si feminate dhe dekadente. Në Maracanda, Samarkandi modern, pas një debati të furishëm dhe të dehur, Aleksandri vrau Kleitusin e zi. Kleitus kishte qenë një nga gjeneralet më të mirë të Aleksandrit dhe njeriu që kishte shpëtuar jetën në betejën e Granikut. Aleksandri ishte plot pendim, por arroganca e tij në rritje po largonte gjithnjë më shumë shok të vjetër. Kur ai u përpoqi të detyronte bashkëdhetarët e tij të kryenin ritualin tradicional persian të proskinesës, duke u përulur para mbretit, ai kaloi një vijë. Për grekë kjo ishte blasfemi, vetëm një zot ishte i denjë për një respekt të tillë, dhe Aleksandri u detyrua të tërhiqej. Në Bastria, një tjetër komplot për të vrarë Aleksandrin u zbulua. Kësaj radhe kreu i bandës ishte një faqe mbretërore, një nga djemtë e fisnikërisë maqedonase që merrte pjesë te mbreti. Hermolaus ishte zemëruar në mënyrë vrastare ndaj Aleksandrit për një padrejti të perceptuar. Ai dhe bashkëpunëtorët e tij u torturuan dhe më pas u vranë me gur. Callisthenes, historiani zyrtar i Aleksandrit, ishte gjithashtu i përfshirë në komplot. E futën në burg ku më pas vdiq. Atëherë, në vitin 327, sipas legjendës, Aleksandri u pushtua nga bukuria e Roxanas, e bija e një zoti Baktrian. Martesa e tyre ishte gjithashtu një lëvizje e shëndosh politike, duke ndihmuar për t'i dhënë fund revoltës lokale kundër sundimit të tij, dhe duke lejuar atë të vazhdonte përparimin e tij në Pakistanin dhe Indinë moderne. Aleksandri tani u përgatet të nënshtronte provincat më lindore të perandorisë persiane, të cilat ende nuk e kishin njohur mbretërimin e tij. Për ta bërë këtë, së pari duhet të kalonte malet Hindu-Kush dhe të arrinte në luginën e lumit Indus. Duke përparuar në 2 kolona, ushtria e tij fitoi një sër përleshjes kundër Aspasi dhe Asaceni, ndërsa ata luftuan në rrugën e tyre në atë që tani është lugina sa të Pakistanit verior. Pas një rrethimi të ashpër, Aleksandri pushtoi kryeqytetin Asacenia Masaga. Sipas legjendës, ajo drejtohej nga një mbretëresh e bukur, Kleofis, e cila lindi një djalë Aleksandrit dhe ju lejua të mbante fronin e saj. Sundimtari Taxila, afër Islamabadit modern, kishte krijuar një aleancë me Aleksandrin. Së bashku ata marshuan për të përballur me Porus, mbretin e Pauravës, në betejën e Hydaspes. Ishte beteja më e kushtueshme e Aleksandrit, pasi elefantet e luftës së Porusit shkaktuan viktima të tmerrshme midis grekëve. Por pavarësisht udhëheqjes së patrembur të Porusit, beteja përfundoi me një fitore vendimtare për Aleksandrin, duke i dhënë atij kontrollin e Punjabit.
Aleksandri donte të kalonte në Indi për të arritur në lumin e madh që gjeograf e lash grek thanë se përbënte skajin e botës. Por në lumin hyfasis, i njohur sot si Beas, ushtria e tij u kryengritje. Njerëzit e tij kishin marshuar mira kilometra, kishin uftuar betejat e panumërta dhe nuk i kishin parë shtëpitë e tyre në 8 vjet. Ata kishin dëgjuar thashë edhe me për ushtri gjigante që i prisnin në Indi. Ata refuzuan të shkonin më tej. Aleksandri u tërbua, por duhet të kthente ushtrinë. Ai ndoqi lumen e punjabit deri në det, një udhëtim që zgjati 10 muaj. Gjatë rrugës, ai mundi maljanët, por ndërsa drejtonte sulmin në kryeqytetin e tyre, u plagos në gjoks dhe gati u vra. Me të arritur në Bregden, një pjesë e ushtrisë, në Nearchus hipën anije dhe u kthye në Persi me anë të detit, duke lundruar në ngushticat e Hormuzit dhe duke hyrë në gjirin persik. Ishte një nga udhëtimet e mëdha antike të eksplorimit, pasi këto ujëra kishin qenë të panjohura më parë për grekët. Ndërkohë Aleksandri udhëhoqi pjesën tjetër të ushtrisë në rrugë toksore përmes shkretirës Gedrosian, sot në Pakistanin jugor. Por vapa ekstreme dhe mungesa e ushqimit dhe ujit quan në vuajtjet e tmerrshme dhe shumë vdekje në ushtrinë e tij. Pas kthimit të tij në Persi, Aleksandri ekzekutoi disa nga mëkëmësit dhe guvernatorët e tij, burrat akuzuar për sundim të padrit dhe grabitje tempujsh dhe varësh gjatë mungesës së tij të gjatë në lindje. Në Suz, ai organizoi një martesë madhështore në mas të oficerëve Maqedonas me të 10 gra fisnike persiane për të forcuar lidhjen midis 2 mbretërive të tij. Vetë Aleksandri u martua me 2 princesha persiane. Ai gjithashtu pagoi të gjitha borxhet e ushtarëve të tij dhe udhëroi 30.000 të rinj nga e gjithë perandoria të trajnoheshin në artin Maqedonas të luftës. Por në Opis, trupat e tij Maqedonas u rebeluan. Ata u ofenduan nga preferenca e dukshme e Aleksandrit për këshilltarët persian dhe mënyrat persiane. Aleksandri ekzekutoi krerët e grupit dhe u mbajti një fjalë burrave, duke u kujtuar atyre lavdi që kishin fituar së bashku dhe duke quar përfundimisht në një pajtim emocional. Në Ekbatana, shoku më i ngushtë dhe më i besuar i Aleksandrit, Hephaestion, vdiq nga ethet. Mbreti ishte i pikëlluar, kaloi ditë pa ngrënë dhe udhëroi një periudhë publike në të gjithë perandorinë. Aleksandri zhvilloi një fusha të suksesshme kundër sulmuesve malor të Kosis, të cilët as mbretëri persian nuk kishin mundur t'i nënshtronin. Pas kthimit në Babilone, ai u takua nga ambasadat e popujve të largët, të cilët arritën të njohin madhështinë e tij, etiopët, libianët, skitët evropianë, lukan, etruskët, galët dhe iberianët. Gruaja basriane e Aleksandrit, Roxana, ishte tani shtatzën. Por ndërsa planifikoi fushatën e tij të ardhshme në Arabi dhe Mëgjir, ai pati një herë të papritur dhe vdiq disa ditë më vonë, në moshën vetëm 32 vjeç. Shkaku i vdekjes së Aleksandrit nuk është përcaktuar kurrë. Mund të ketë qenë malaria, kolera, tifoja ose helmi. Aleksandri vdiqi pa mposhtur në betejë. Reputacioni i tij si një komandant ushtarak i shqyrë, i patrembur dhe i guximshëm mbetet i paprekur. Fushata e tij e 60 vjeçare krijoi një nga perandorit më të mëdha të njohura ndonjëherë që shtrihej nga Greqia në Pakistan. Por ishte e madhe dhe paqëndrueshme, e mbajtur së bashku vetëm nga shkëlqimi dhe emri i tij. Aleksandri nuk la plane për trashëgimin e tij dhe generalet e tij. Shpejt filluan të luftojnë mes tyre për të krijuar perandorit e tyre. Në luftën e pasardhësve, Roxana e veja e Aleksandrit dhe djali i tij i vogël u vranë. Sarkofagu i tij prej Ari, rrugës për në Maqedoni për të varrosur, u rëmbye dhe përfundoi në Aleksandri në Egjipt. Sot, vendodhja e tij mbetet një nga misteret më të mëdha të pasgjidhura në botë. Pak njerëz kanë pasur ndonjëherë një ndikim të tillë në rrjedhën e historisë si Aleksandri i Madh. Arritjet marrëmendë të jetës së tij të shkurtër quan në epokën helenistike, ndërsa ide greke u përhapën në territorin e ish perandorisë së tij, duke u shkruar me traditat lokale për të shkaktuar zhvillime të reja në art, shkencë, qeverisje dhe gjuhë. Disa nga mbretëri pasardhëse të perandorisë së tij të madhe ishin jetë shkurtër, të tjera qëndruan për shekuj. Por të gjitha nga ana tjetër do të binin në duart e forcave të reja dhe në perëndim në fuqinë në rritje të Romës. Kërkimi dhe vepra artistike për këtë video vjen nga një gamë e gjerë librave të Osprey, publishin mbi historinë e lashtë. Çdo libër Osprey shërton një betejë, fushat ose një si luftarake të veçantë në detaje autoritative dhe të përpikta. Dhe me më shumë se 3000 tituj, ato mbulojnë gjithçka nga lufta e lashtë deri te konflikti modern. Vizitoni faqen e tyre të internetit për të parë katalogun e tyre në internet. Faleminderit të gjithë mbështetësve të Patreon që bën të mundur këtë video dhe kanalit Invista.
Mësoni më shumë për momente kryesore nga e kaluara në serinë e tyre Momente në Histori.